Territori i Kosovës për datën 24 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 3 deri në 11 gradë Celsius, Podujev 3 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri në 10 gradë Celsius, Pej 4 deri në 9 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 9 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 11 gradë Celsius, Malishev 4 deri në 10 gradë Celsius, Gjilan 2 deri në 9 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri në 9 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 9 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 9 gradë Celsius,